Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë, salavatet, salamet Muhammedit alayhi salatu wassalam, ja dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që ecën rrugës së tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, sonte është ligjërata pak më e veçantë, sepse është rrumullaksim i gjithë atyre ligjëratave që prej kur kemi filluar këtu në xhami, e që janë plot 30 ligjërata. 30 derse, 30 takime, 30 ligjërata rreth historisë së njeriut më të mirë, njeriut më të ndershëm, më fesnik, pejgamberit Allahut, pejgamberi më i dalluar, Muhamedi alayhi salatu wassalam, jeta e tij mësime për jetës së tij, ndërsa sonte i vjen momenti që me përmbyll këtë histori të lavdishme, histori e cila nuk nje tjetër pos rezultate, pos të arritura, punë të mira, shembullin më të mirë dhe shembulltyrën më të mirë të njerëzimit. Pra, sonte jemi me ligjëratën e 31, në të cilën po thuj se pa tjetër se duhet të ndalet lapsi së shkruari. Madje dhe zemrat rënditët, gjuha strukët, goja mbyllët dhe nuk gjen fjalë për me elaboruat e të cilën do të themi sante, nga se flitet për humbjen më të madhe të njerëzimit, për vdekjen më të rëndë në rruzën toksor prej kur ka lind njerëzimi e deri në kiamet për gjithë njerëzit e në veçanti për muslimanët, pra vdekja e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo për faktin se me vdekjen e Muhammedit alayhi salatu wassalam shkëputet njerëzimi me shpalljen e qiellit, ma edhe nuk vjen se u kompletu shpallja, për dhe mas Muhammedit alayhi salam mos ka pejgamber. Për atë përveç që është humbje për njerëzimin vdekja e tij, e që prezenca e tij ka qenë garancë për njerëzit që Allahu mos me i dënuat popull përderisa është ai aty, gjithashtu edhe kalimi i tij në botën tjetër nënkupton shkëputjen e shpalljes dhe më nuk do të ketë shpallje deri në kiamet. Megjithatë, Allahu i lartësuar me urtësinë e tij të pakufishme bëri që pejgamberët e tij të mos jenë të përjetshëm me popujt. Dhe popujt ta mësojnë rrugën e pejgamberëve, besimtarët ta mësojnë rrugën e pejgamberëve, pastaj ta vazhdojnë atë rrugë edhe pa pejgamberin. Sepse Allahu nuk e bëri të pavdekshëm askënd këtë botë, nuk i bëri të pavdekshëm as pejgamberët. Dhe sado që do të jetonin pejgamberët, një ditë do të duhej që ta lenin këtë botë. Dhe njerëzit, besimtarët, të vazhdojnë rrugën e tyre vetë. E kështu që Allahu i lartësuar bëri që pejgamberët mos jenë të përhershëm dhe të mos jenë vazhdimisht deri në kiamet me popull e tyre. Sepse vetë Allahu tha: "Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld." Asni njeri para teje nuk e kemi bot përjetshëm o Muhammed. Afa in mitta fa humul khalidun. E përderisa ti ke me vdek, a mendojnë ata se janë përjetshëm? Pastaj kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitne wa ilayna turja'un. Thot Allah i lartësuar, çdo njeri ka me shiu vdekjen, edhe pejgamberi është njeri. Dhe ne ju sprovojmë juve me të keqen edhe të mirën, sprov, fitne, dhe pastaj tek ne keni për të kthyer, dhe decisivisht ajeti tjetër që i tha Muhammedit alayhi salatu wassalam: "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Ti do të vdesësh o Muhammed, për ata njerëzit do të vdesin të gjithë secili në xhelin e vet, dhe kështu do të veprohet deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, pejgamberi alayhi salatu wassalam sapo u kthyn nga haxhi lamtumirës, filloi me i dhënë shenjat
se ka ardhur fundi I jetës së tij dhe ka ardhur momenti me kalu prej kësaj bote në botën tjetër. Ka ardhur momenti që u kompletu mesazhi edhe misioni për cilin e kishte dërguar Allahu I lartësuar dhe do të duhej ta dorëzonte shpirtin Allahu të lartësuar e t'i linte besimtarët muslimanët me atë edukat, me atë ndërtim që u bëri ai vet. Dhe edhe ajetet e fundit, pjesët e fundit Kuranit që zbrisnin në këtë kuptim, po dhe disa ngjarje që ndodhen këtë pjesën e fundit të jetës pejgamberit alayhi sallam, të gjitha ishin sinjale dhe lajme se ka ardhur koha që Muhamedi alayhi salatu wassalam me ia dhon lamtomirën botës, sikurse e kanë dhënë të gjithë pejgamberët para tij. Prej shenjave të cilat I tregoi vetë pejgamberi alayhi salatu wassalam, e disa prej tyre zbritën në Kur'an, e disa tjera ishin ndodhi dhe ngjarje, është zbritja e surës Nasr, idha jaa nasrullahi wal fath. Kur të vjen ndihma e Allahut dhe çlirimi, shumë prej dietarëve thonë është për qëllim çlirimi I Mekës, dhe vetë çlirimi I Mekës është shenjë se ju ka afruar vdekja e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Edhe kemi I pa njerëzit që hyjnë në fenë e Allahut grupe, që e kemi përmend vitin e delegacioneve që vinin nga delegacionet edhe fisët, njën nga një grupe me hyn Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. E ti ban madhrej Allahun, ban tasbih edhe ban istighfar, tasbih edhe istighfari zakonisht përkojnë me fundin e jetës së njeriut. Pastaj Abdullah ibn Abasi radhiyallahu anhu thot se kjo sure e ka lajmëruar vdekjen e pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe Omeri thot edhe unë kështu e kam kuptuar këtë sure se është sinjal që ka me vdekë së shpejti ose afër është vdekja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu filloi shpallja këtë pjesën e fundit pas haxhit të lamtomirës, ato ajete që kishin mbet filluan të zbrisnin një nga një dhe shumë shpejt, edhe shumë në intervalet shkurta kohore që nuk ishte ndodhur më herët, në mënyrë që të kompletohej Kur'ani I tëri. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam ja dha lamtomirën edhe Muadh ibn Jabelit që e kemi përmend më herët, e në transmetim është se mas haxhit të lamtomirës e ka dërguar Muadh ibn Jabelin në Yemen, edhe I thotë o Muadh, kur tarsh në Medinë kemi kalu ka varri jam edhe ka xhamia jam, domethënë mos u ngjan. Pastaj erdhi gruat e pejgamberit alayhi salatu wassalam edhe po e pyet për diçka. Thot eja pas një kohe pejgamberi alayhi salatu wassalam. Edhe kjo grua si duket e ka vrejt ose e ka nuhat që pejgamberit alayhi salatu wassalam I ka orfundi, thot I dërguari I Allahut, nëse vijon edhe zgjaj ty e çka më bë? Thot nëse s'm gjen mua shko te Abu Bekri. Domethënë që janë çështje kohe ose momente të shkurta që pritet pejgamberi alayhi salatu wassalam me dal për kësaj bote. Pastaj Allahu I lartësuar e urdhëron që me kërku falje për gjithë të vdekurit në Baqi, në varrezat e Baqis. Edhe është e njohur ai tregimi që pejgamberi alayhi salatu wassalam në ditë në mënyrë të qetë pa e vrejtur Aisha radhiyallahu anha, e cila ishte në shtrat me ta, del edhe shkon në Baqi edhe jep selam të gjithë të vdekurve që I kishte varrosur deri në atë moment, si përshëndetje e fundit për ta prej kësaj bote. Pastaj Aisha radhiyallahu anha I lyhet mbrapa me pas se ku po shkon, kur e sheh që po shkon në Baqi kthehet para pejgamberit alayhi salatu wassalam, derisa I dërguari Allahut e detyron me tregu se ku ishte. Edhe I thot unë isha mbrapa te, thot ti isha ajo hija që e vrejta, thot merr Xhibrili edhe u ngushtu, I erdhi turp me hyn dhom për derisa ishin fletna, pritit e dera, dolën ngadalë mos me ta prish gjumin, edhe më tha çu se Allahu të urdhron me shku mi dhon selam banorët varrezave në varrezat e Baqis. Gjithashtu në këtë periudhë, domethënë pak para haxhit lamtomirës, pejgamberi alayhi salatu wassalam në Ramazan ban itikaf, që është Ramazani I fundit, ban itikaf 20 net Ramazanit. Çdo Ramazan bën te itikaf 10 e fundit, ndërsa në këtë Ramazan bani 10 e mesit edhe të fundit, pra 20 ditë. Pastaj e përsëriti 2 herë Kur'anin me Xhibrilin. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam Fatimës, çdo Ramazan ka ardhur Xhibrili dhe kemi përsërit krejt Kur'anin deri te ajeti I fundit që më ka zbrit, ndërsa në këtë Ramazan ka ardhur 2 herë, një herë në fillim, një herë në fund, edhe po më duket që I ka ardhur fundi I jetës teme. Pastaj një ditë
pejgamberi alayhi salatu wasalam këtu muhabete pothuaj se janë pas haxhit, lamtomirës ose pjesa dërmuese e tyre pas haxhit lamtomirës, hyp në hutbe edhe jo mund disa këshilla sahabëve, në fund thot abdun khayyarahu Allahu baina zahrati dunya wa ma inda Allah fa ikhtara ma inda Allah. Thot një besimtar, një rob vet, Allahu po I thot apo don me vazhdu jetën në dunjat edhe me u kënaq me të mirat e dunjas, apo po don me ardh te Allahu, thot ky robi e zgjedhi me shku te Allahu, ndërsa transmetuesi thot po e shohim e që është Ebu Said al-Khudri thot gjithna e morëm këtë tregim si të rëndëm, ndërsa Ebu Bekri duke qarë me slotëve thoshte fedejnake bi abaina wa ummahatina ja Rasul Allah, flijofshmi baballarët edhe nanat tone për tyje, ndërsa thot ne ju habitëm qa ka Ebu Bekri që qanë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thjesht po tregon për dikan që Allahu po I thot apo do me vdek apo do me ardh, edhe pas ka zgjedh me vdek, ndërsa thot Ebu Bekri cili ka qenë më I dishmi prej neve, edhe që e ka ditë Koranin mas miri për neve, e ka kuptu që ky rob është Muhamedi alayhi salam, sepse Allahu nuk ju jep mundësi njerëzve tjerë pos pejgamberve që me zgjedh sa apo don me vdek apo don me jetu akoma. Këto ishin shenjat të cilat Allahu I lartësuar I dërgoi pejgamberit alayhi salatu wassalam në një farë mënyre për me I ambientu sahabët se një ditë ose ajo ditë e cila do të vjen shumë shpejt do të mbetni pa mua dhe unë do të dal prej kësaj bote. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam I kalon disa muaj, 2 muaj, 3 ose 3 muaj e pak mas haxhit lamtomirës dhe fillon me hy në sëmundjen e vdekjes e cila u quajt sëmundja e vdekjes, sëmundje për të cilës vdeq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Një ditë këtu fillon dhimbjet e vdekjes pejgamberit alayhi salatu wasalam që janë dikon 13 ditë para se me vdek. Do thot pejgamberi alayhi salatu wasalam 13 ditë I ka përjetu sëmundjet, dhimbjet e vdekjes sallallahu alaihi wasallam. Një ditë përderisa po kthehen nga një varrim në Bakia, vjen në shtëpi vet edhe me dhimbje të mëdha të kokës. Shumë po I dhem kokës që si ka dhimbë asnjëherë. Edhe e dëgjon Aisha radhiyallahu anha të shtëpia të thonë vara sa ashtu më dhimbë të kryt për të Aisha. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam wa ana wa sa ya Aisha, mua me ditë që ashtu më dhimbë të kryt. Kur që së shtudim tyje që ka ashtu më dhimbë të mua. Thot po çka po don ti më mirë se nëse vdes para meje, unë të pastroj qefinusi edhe të varrosi me duart e mia. Pastaj kjo sëmundje e lehtë e pejgamberit alayhi salatu wassalam filloi sa ishte në shtëpinë e Mejmunës, njënës prej gravet e tij radhiyallahu anha, edhe po I merr leje që më u mjeku në shtëpinë e Aishës, domthonë në dhomën e Aishës, sepse pejgamberi Allahut I kishte shpall Allahu më herët se pejgamberi ku vdes që aty dhe varroset edhe po don me bë vdekje në shtëpinë e Aishës, që nesër njerëzit të cilët do ta shohin Aishën nuk do të jenë shumë paftyr, shumë pandershëm, shumë pandërgjeshëm dhe shumë idiot të mëdhej, sepse në shtëpinë e saj Allahu bëri që me qenë vorri I të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, edhe po I thot Mejmunës, ejnë ana gadan, ku e kam ranin, të cila prej grave e kam ranin, edhe pastaj I kërkon leje, thot apo më jepni leje që të mjekona, që të smundje ta kaloj në shtëpinë e Aishës radhiyallahu anha dhe japin leje të gjithë. Pra smundja I zgjati 13 ditë dhe 3 ditët e fundit I dërguari Allahut s'ka mujt me dal as pe shtëpis, ndërsa gjatë ditëve, gjatë këtyre 10 ditëve sa ishte I smur, dilte e falte namazin si imam, mirë po shumë I rënduar dhe kthehej në dhomën e tij pa bë bisedë edhe pas gjatë muhabet. Dhe kështu her pas here, ditë pas dite, çdo ditë I rëndohej smundja dhe më tepër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, derisa vjen momenti që mbesin edhe 5 ditë para se me vdek pejgamberi alayhi salatu wasalam, që është ditë e mërkurë. Në këtë ditë thot Aisha radhiyallahu anha, pejgamberi alayhi salatu wasalam kishte temperaturë të shumtë. Temperaturë të shumtë, I vlonte koka. Edhe I skuqur ishte I tëri dhe po I thot Aishës radhiyallahu anha, merri një 7 enët që kanë qenë në atë kohë, edhe që janë të mbyllura, që e kanë gojen e mbyllur, dhe mos të shprejk ujë, s'ka ronë kontakt me kërkan, edhe mi sjellë mu këtue me një enë që
të loj ballin edhe të loj ftyrën me ta. Thot Aisha radiallahu anha, ja sjellëm edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam thoshte la ilaha illa Allah, edhe e lonte ballin e vet i cili i vlonte nga temperatura e lartë, thoshte inna lil mauti la sakarat, vdekja i ka dhimbjet edhe i ka mundimet e sikletet e veta. Pastaj Aisha radiallahu anha në vazhdim e përmend këtu, thotë se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka vdekur në dhomë temen, prehen tem me çdo dhimbje, edhe mo asnjë vdekje tjetër nuk u mban përshtypje kur e kom pas se çfarë dhimbje edhe çfarë vdekje ka përjetuar i dashuri i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kjo nga se pejgamberi alayhi salatu wassalam thotë të dërguarit e Allahut i përjetojnë dhimbjet e vdekjes 2 herë. Sa i përjeton njeriu normal, i dërguari i Allahut i përjeton 2 herë. Jo pse Allahu nuk e don këtë njerëz, ose jo pse Allahu don me ja sjell në përfundim të ranë, mirë po për me i tregu njerëzve se çka përjetojnë të dërguarit e Allahut dhe të dashurit të Allahut në momentin e vdekjes, dhe për ata pejgamberi alayhi salatu wasallam thotë li mithli hadha fa'iddu, atëherë bëhuni gati për çdo dhimbje dhe çdo siklete që i gjan besimtarin në momentin e vdekjes. Gjatë këtyre ditëve sa dilte në namaz nuk i kursente nga këshillat sahabët, u jep të këshilla, edhe normal që ishin këshillat e fundit, edhe pse sahabët në farë mënyrë e kuptuan që këto janë këshilla lamtumirëse të pejgamberit alayhi salatu wasalam, ndërsa i dërguari e dinte sigurt se kjo është smundje e vdekjes. Nga kjo smundje mos ka mos gjuhë, sepse i kuptuan shenjat që ja dërgoi Allahu më herët. Edhe tash këshillat prej një mësuesi, prej një edukatori i cili me duart e veta i brumosi këta njerëz, i edukoi në mënyrën më të mirë, edhe po don me i lënë çush është më së miri, normal që këshillat e fundit janë më të mirat, edhe janë ojka e këshillave. Edhe gjatë këtyre ditëve pejgamberi alayhi salatu wasallam i thoshte sahabëve as-salatu as-sala, namazin, kujdesuni për namazin. Domthon ai me vështirësi e bënte namazin e vet, ndërsa kënej thoshte sahabëve namazin, keni kujdes me namazin, edhe ata që ja u kalon Allahu në përkujdesje qoftë familjet, qoftë edhe robët ose sklavët që i kishin. Pastaj prej këshillave gjithashtu ju tha largoni ehlul kitabin, prej gadishut arabik, se s'kan vend ata në gadishun arabik, se gadishi arabik është vend ku madhrohet dhe njësohet Allah i lartësuar. Në një rast tha Allahu i vraft ehlul kitabin, i kanë shndruar varrezat e pejgamberëve të tyre në xhami, edhe mos e shndroni varrin tem në xhami. Mon këtu smundje edhe në këtu dhimbje pejgamberit alayhi salatu wasalam, po i bin nërmend këto fjalë për shokët e tij. Pastaj mesin e këshilla po i thot mos mi harroni ansart, kujdesuni për ansart, sepse ata e ndihmuan në mënyrën më të mirë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ju thot mi nderoni delegacionet, kur vjen dikush në Medinë si delegacion për me pranu islamin, mi nderoni çashtu shumë që keni po mua që po i nderoj. Pastaj kur i rëndohet smundja edhe më shumë, ju thot mos vdesni vetëm se duke pas mendim të mirë për Allahun e lartësuar. Pastaj jemi në ditën e enjce 4 ditë pa dhënë shpirt pejgamberi alayhi salatu wassalam. Njerëzit i rrinin afër, dikush mbrana shtëpisë, dikush jashtë, edhe ishin mbledh, ishin grumbullu familja e tij, Abasi, Omer radiallahu anhu e disa të tjerë, edhe po i thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ma jepni një letër se du me shkru diçka. Pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk shkruante, po don me i diktu diçka me shkru. Edhe Omeri radiallahu anhu thot pejgamberin alayhi salatu wassalam e ka rëndu shumë dhimbjet e vdekjes, edhe nuk është të di çka është të thonë. Na e kemi Koranin, ka zbrit Allahu që ka pas me zbrit, edhe nuk është që i dërguari Allahut po don më të vërtet me shkru, po për dhimbjeve të mëdha nuk është të di çka me thonë. Disa thonë t'ia sjellëm letrën, disa thonë jo, derisa i dërguari Allahut tha largohuni, gjithë shkojnë për shtëpia, sepse nuk du me shkru këta, nuk du me shkru ato që doshta me shkru, për shkak të mos pajtimeve që i keni mes vete, edhe pse thënë dietarët që kjo nuk ishte shumë rëndësishme, se sikur të ishte rëndësishme nuk ish me lon pa ja u tregu, po ndoshta do të shkruante se qysh mo bashkuan mes vete, mos me kundërshtu njëri tjetrin, ose disa e kanë përmend që ndoshta do ta linte me shkrem që Abu Bekri pas meje të jetë halife dhe udhëheqësi muslimanëve. Pastaj jemi në ditën e premte, 3 ditë pa vdek pejgamberi alayhi salatu wasallam, dhe çdo ditë i rëndohej edhe më tepër smundja dhe dhimbja. Gjatë këtyre 3 ditëve të fundit, pejgamberi alayhi salatu wasallam mos po del në xhami.
s'po mundet më u fal. Edhe thot Aisha radiallahu anha, po më thot një ditë, thuj Bilalit le ta thirrë ezanin. Edhe thot Bilali po e thirrë ezanin, pejgamberit alayhi salatu wasalam u alevanos i rot fekt për dhimbjeve që i kishte. Pastaj thot u kthjell. E unë po ja fërkoj ballin me ujë, edhe po thot u falën njerëz, a kanë falë namazin hala? Thot jo, janë të prit tyje. Pastaj thot tu bogoti me dal i rot fekt u alevanos prap. Edhe thot Aisha radiallahu anha, sahabët s'pohin namaz, tu e prit mas pohin pejgamberi alayhi salatu wassalam, prap ja lojta ballin edhe u kthjell, tha a e falen namazin. Thot jo, se janë falë, hala po të presin tyje, derisa pas alivanosës tret, thot le të falen se s'poj me dal. Po pra, namazin me cilin ishte i lidhur pejgamberi alayhi salatu wassalam shumë ngushtë gjatë jetës, edhe porosin e fundit e ka namazin, rune namazin, kujdesuni për namazin, po e ka dert mas alivanosës se a janë falë, muslimanët as janë falë, apo i kushtojnë kujdes dhe rëndësi namazit, apo po e lanë ata mas dore, mas i që i nuk jam une me ta. Pastaj i thot Aishës, thuje Abu Bekrit le del imam, s'po muj me dalune. Aisha radiallahu anha thot, oj dërguri Allahu, te din që Abu Bekri s'mundet mu falë. Abu Bekri shumë i butë, edhe nuk mundet me qu namazin deri në fund për shkak të qajtnës se shumë që e bën namaz. Thot, po ti tham dikuj tjetër. Thot, thuj Abu Bekrit le t'ju del imam njerëzve. Hapet Aisha thot, oj dërguri Allahu, te din Abu Bekrin që s'mundet me përfundu namazin ai kur këndon Kur'an. Thot, thuj Abu Bekrit le del imam, le t'ja u fal namazin. Derisa në fund thot refuzon Allah dhe i dërguar ti vetëm se Abu Bekri duhet me ja fal namazin muslimanëve. Aisha radiallahu anha thotë, nuk i kisha për diçka, po e kisha dertin se çai njeri që do ta zëvendësonte pejgamberin alayhi salatu wasallam në pozitën e tij, më të vërtetë do të shihej si njeri i mangët, sepse po zëvendës kushdo që të jetë ai, do Abu Bekri ndash kushdo me qenë, do të jetë njeri i cili do të shikohet me sy të mirë, sepse e ka zëvendësu pozicionin më të mirë, ka zëvendësu njeriu më të mirë. Pra pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe Abu Bekri falet gjatë këtyre 3 ditëve, ose 2 ditë e gjys ja u fal namazin sahabëve si imam. Gjatë këtyre ditëve një ditë, do këtyre 3 ditëve të fundit, një ditë pejgamberi alayhi salatu wasalam e nin veten më të lehtë. Edhe e thirr Abbasin, edhe Aliun radiallahu anhu, të dy të kapin për krah edhe futet në xhami. Kur futet në xhami, sahabët janë të e fal namazin e Abu Bekri imam. I kap një fandinje e madhe e gëzimit, se po deli dërguari Allahut prapë në xhami, po e shohin dhe po afrohet te Abu Bekri. Edhe po i thotë Abu Bekrit vazhdoje namazin, po do në mu fal xhamat mas Abu Bekrit, për me i tregu njerëzve se të gjithë ju tjerë do të me kanë xhamat mas Abu Bekrit mas vdekjes teme. Sepse s'ka unë e përfundova emisionin, mbaroj pejgamberllëku im, mbaroj jeta ime dhe unë po fal namaz e Abu Bekrit, mirë po Abu Bekri largohet edhe vendos pejgamberin alayhi salatu wasalam në vendin ku ishte imam, e që pejgamberi alayhi salatu wasalam këtë namaz e fal ul, ndërsa Abu Bekri në kom. Tash Abu Bekri falet me pejgamberin alayhi salatu wasalam duke e përcjell pejgamberin, ndërsa sahabët falen me namazin e Abu Bekrit. Pastaj gjatë këtyre ditëve që i shtohet dhimbja pejgamberit alayhi salatu wasalam, e vizitonte Fatimja, e vizitonin njerëz të afërt dhe po e thirr një ditë Fatimën. E Fatimja radiallahu anha, e vetmi vajzë, i vetmi fëmijë që i ka mbet gjallë pejgamberit alayhi salatu wasalam, thot Aisha radiallahu anha, u afro afër pejgamberit alayhi salatu wasalam, i foli diçka te veshi dhe filloi me çajt Fatimja. Pastaj, pas disa qastesh, e thirr edhe një herë, i foli diçka te veshi, edhe qeshi Fatimja radiallahu anha. Pastaj e pyetën Aisha dhe gratë e tjera se çka tha pejgamberi Allahut, që veç ty në veshta. Thot herën e parë më tha që unë nuk kam shërim më për kësaj sëmundje, do të vdes pas kësaj sëmundje, thot edhe merr me çajt. Edhe u mërzita. Ndërsa më thirr thot herën e dytë më tha se ti je njeriu i parë i familjes teme që kemi bashkangjit për botën tjetër, edhe kemi vdetur këtu u gëzova që spaku po shkoj edhe unë te baba jem, te pejgamberi Allahut, njeriu i parë dhe vdes Fatimja pas 6 muajve të vdekjes së pejgamberit alayhi salatu wassalam.
Një ditë para se me vdek i dërguari Allahut, që është ditë e diell, i liroi të gjithë skllëvrit çka i kishte. Robit që i kishte i liroi të gjithë. Çka kishte mall, pasuni në shtëpi vet edhe sadok të gjithë. Dhe kështu vjen dita e hane, dita në të cilën pejgamberi alayhi salatu wasalam ja dorëzoi shpirtin Allahut të lartësuar, pra është dita 12 Rabiul Awwal, ditë e hane, dita e fundit e jetës së pejgamberit alayhi salatu wasalam. Thot Enesi radhiyallahu anhu, ishim namaz të sabahut. Ebu Bekri imam edhe sahabët të e falë sabahin. Pejgamberi alayhi salatu wasalam dulte dera e cila ka qenë prej dhomës së Aishës për me hyrë xhami, edhe i largoi perdët. Thotë edhe e pam që pejgamberi Allahut po buzëqeshte. Ishte i gëzuar, ishte i harreshëm edhe pse i smur. Edhe mendum se u shëru pejgamberi Allahut, edhe tash do të vjen në xhami dhe më fal namazin, thotë gati e prishum namazin krejt pe prishum namazin për i gëzimit se po këfjellet pejgamberi alayhi salatu wasalam. Mirë po thot, na nuk e kuptuam që ajo kishte qenë lëmtu mira e fundit, po don edhe një herë më na pa se çysh po na lën këtë botë, edhe apo i lën sahabët të rreshtuar në safa, çu i ka mësu në namaz, çu i ka mësu duke përcjellë Abu Bekrin, duke u fal mas në imami të vetëm. Ishte ndriti, thot, drita, fytyra si driti i bani, buzëqeshi, ishte më i lehtë, mirë po i lshoi perdët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe u kthy prapë në dhomën e vet, ndërsa ne e vazhduam namazin, ndërsa thot, ky ishte namazi i fundit që e ka fal pejgamberi alayhi salatu wasalam, pra namazi i sabahut të ditës së hanë. Pastaj Aisha radhiyallahu anha thot, pejgamberi alayhi salatu wasalam ashtu i djersitun me temperaturë në krye, në kokë, edhe në trup, ndërsa fytyra ishte skuqur. Thot, kishte vendos kryt në prehen, edhe unë po ja fërkoj ballin pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam me ujë, më ia zbut temperaturën. Në atë moment thot, hyri Abdurrahmani, vllau i Aishës, thot hynin dhëmton, kish pas misvak në dorë. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasallam po ja lëshon syt misvakut, thot e kuptova që po ka qef me përdor misvakun. Po në momentet e fundit to e dhon shpirtin me përdor misvakun në sunet, në pastrim të dhëmbëve. Edhe të kuptova këto, ja mora misvakun Abdurrahmanit, ja njoma, ja rregullova atë, edhe po i fërkon dhëmbët pejgamberi alayhi salatu wasallam duke dhon shpirtin. Dhe kështu thot, ishte në prend, kur i dëgjova disa përshpëritje të vogla me zot të olt, që pejgamberi alayhi salatu wasallam thot, i mbetën syt duke shiku tavanin, edhe nuk po lëviste, vetëm se po i thoshte do fjalë që me zër i dëgjova. Edhe po thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ma'al ladhina an'amta alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. Bënu me ata, doja e fundit, thot, bënu me ata të cilëve ju ke dhënë begative dhe ke dhënë nimete prej pejgamberve, siddiqëve, të sinqertëve, shahidave dhe njerëzve të mirë. Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni bil rafiqil a'la. O Allah, më fal, o Allah, më mëshira dhe më ban që të takoj, të shkoj në shoqërinë më të lartit, pra tek Allahu i lartësuar, Allahu më rafiqil a'la. Thot, e përsëriti 3 herë këto, o Allah, në shoqërinë më të lartë dërgom, të Allah i lartësuar, e përsëriti thot 3 herë, i mbet gishti pejgamberit alayhi salatu wasalam, i mbetën edhe syt duke e shiku lartë, dhe këtu thot edhe frymën e fundit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Aisha radhiyallahu anha thoshte, është nder për mua, është privilegj që i dërguari Allahut me zonë vdekja duke e pas kryt mes prehnit tem dhe krahërorit tem. Pastaj u përhap lajmi se vdeq i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, pra me 12 Rabiul Awwal në kohën e duhas, që ishte ditë e hanë. Sahabët, të cilët pjesa dërmuese e tyre nuk e presin vdekjen e pejgamberit alayhi salatu wasalam, në pjesë e tyre edhe nuk e kapnin vdekjen e pejgamberit alayhi salatu wasalam, çaq shumë që ishin lidh me to, çaq shumë që ishin me shërum me dërgumin e Allahut, disa prej tyre nuk e paramendonin jetën pa to, e Medinën
pa Muhammedin alayhi salatu wasalam, në mesin e tyre edhe Omeri radiallahu anhu, i cili hypin hutbe në xhami edhe thoshte wallahi me dëgju zonin dikuj që thot se ka vdek Muhammedi, ka me jakput guhën, sepse Muhammedi nuk ka vdek, po ka shku te Allahu sikur se ka shku Musa alayhi salam me marrë devratin edhe ka më kthye prapë. Pastaj i shkojnë disa njerëz edhe i thojnë Ebu Bekrit, Omeri kështu po thot, a ka kush që e qetëson këtë njeri? Vjen Ebu Bekri radiallahu anhu, i cili nuk ishte në këto momente në xhami, as nuk ishte afër xhamis, edhe i shen njerëzit që janë mbledh te dhoma e Aishës radiallahu anha, disa po qanin, disa pothuajse kishin humb nga vedia, e sikur se Omeri fliste sene që nuk ishin për mu fol, krejt gjitha këto nga mërzia. Ebu Bekri thot ma lirani rrugën, edhe thot arrita me depërtu deri sa mrina të pejgamberi alayhi salatu wasalam, i cili kishte fytyrën e mbulume. Ja zbulon fytyrën e Ebu Bekri edhe e puth mball, edhe i thot bi abi anta wa ummi tibta hayyan wa mayyitan, flejofsha non edhe babë edhe gjithçka për ty, o i dërguari i Allahut, sa i heshëm ke qenë i gjallë, po i heshëm pas ke mbet dhe i vdekur. Edhe del xhami sepse ka nevojë dikush me udhëzu njerëzit, sepse goditja është e rëndë, mërzia është e madhe, humbja është e madhe, vdiq pejgamberi alayhi salatu wasalam, dikush duhet me i drejtu njerëzit edhe me i orientu njerëzit. Po fillimisht Ebu Bekri i thot për mi të regu njerëzve mi bind se ka vdek pejgamberi alayhi salatu wasalam, pasi që e poth, thot Allahu nuk ka më të lanë 2 herë me vdek. Kështu i thot, Allahu nuk ka më të lanë 2 herë me përjetu vdekjen. Disa dietarë thënë, është për qëllim që ke vdek, nuk të kthen më Allahu edhe 1 herë që me ardhë në jetë e pastaj me vdek edhe 1 herë, që është vdekja e vetme që ke me e përjetu, edhe si lajmërim edhe ndërgjegjësimi atyre të cilët thanin se nuk ka vdek pejgamberi alayhi salatu wasalam. Pastaj du në xhami dhe po don me qetësu Omerin, s'ka kush që e qetëson Omerin. Tash Omeri llogariti nëse Omeri ka pas këtë goditje, nëse Omeri kështu e ka përjetu vdekjen e pejgamberit alayhi salatu wasalam, çka kanë përjetu tjerët? Ndërsa fillon Ebu Bekri me fol, thot Enesi kur ka filluar Ebu Bekri me fol, gjithë njerëzit u kthyn ka Ebu Bekri dhe e lan Omerin. Edhe po i thot Ebu Bekri, ai që e ka adhuru Allahun, jo ai që e ka adhuru Muhammedin, Muhammedi ka vdek. Ai që e ka adhuru Allahun, adhuron Allahun, Allahu nuk vdes kur, ai është i gjallë, edhe lexon ajetin kuranor, wa ma Muhammedun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, e Muhammedi nuk është tjetër po si dërgumi i Allahut, edhe para tij kanë kaluar shumë pejgamberë që sot sikin janë të vdekur, e nëse ai vdes apo ose vritet, a do ta lënë ju fenë e tij? Thot Omeri radiallahu anhu, kur e kom dëgju këtë ajet, më është duk që po e dëgjoj për herë të parë dhe se e kom ditë për mensh, kanë shu kamp edhe e kom kuptu që mos kemi pejgamber në Medinë. Vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po pra, pejgamberi Ebu Bekri radiallahu anhu, njeriu kaq i madh, arriti që me i mbledh sahabët, arriti që me ja shkun hutien edhe mërzinë e madhe dhe më u tregu se pejgamberi do të vdes në mirë, po na duhet me vazhdu. Edhe pikërisht kur e tha fjalën se kush e ka adhuru Muhammedin, Muhammedi ka vdek, ai që e ka adhuru Allahun adhuron Allahun, Allah nuk vdes, është shenjë se disa njerëz janë këtë islam për shkak të Muhammedit alayhi salatu wasallam, me vdekjen e tij kanë me dal për islamit, edhe prej këtu Abu Bekri paralajmëron për fisët të cilat do të dezertojnë edhe do të dalin për islamit pastaj. Pastaj pejgamberin alayhi salatu wasallam e morën me bogati, familja e vet, edhe po e pastrojnë Abbasi me 2 djemtë e vet, Fadlin, Kuthumin, Aliu radiallahu anhu gjithashtu, Usame ibn Zeid dhe Shukrani, një nga robërit që i kishte liru pejgamberi alayhi salatu wasalam, e pastrun të dërgumin Allahut pa ja hek rrobat hiç, që ashtu mbi rroba, edhe e bënën gati, pastaj e qefinosën 3 pjesë. 3 pëlhura, sikur se qefinosemi sot ne, dhe e fotën, e bënën gati dhe e drejtun në dhomën ku kishte vdekur, ndërsa sahabët hinin edhe ja falnin gjenazën pejgamberit alayhi salatu wasalam, jo me xhamat, jo të gjithë, po grupe, ka 7-8 vet, ka 10 vet, si cili veta vet, për me ja falë të gjithë gjenazën pejgamberit alayhi salatu wasalam, njën nga njën.
Kjo ndodhi gjatë ditës së hanë, që pejgamberi alayhi salatu wasallam para ditë kishte vdekë, derisa u pastru, u përgatit, u qafinas, pastaj falja e xhenazës dhe të nesërmen, të martën, gjatë tërë ditës ja kanë falë xhenazën grupe, derisa dikur në mbrëmje në mbrëmje mes të martës edhe të mërkurës e varrosin pejgamberin alayhi salatu wasalam. Sa që thot Aisha radiallahu anha, nuk e ku marrë vesh sa kur pe varrosin, vetëm se kur i kam dëgju lopatat duke hedh dheun të vore, kom kuptu që po mbulohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me dhej. Pastaj erdh ose u paraqet një çështje që nuk ishte më herët edhe nuk dinin që me vepru sahabët se ku me varros. Disa thanin me varros në Bakia, ku ishin Uthmani dhe shokët e tjerë të vdekur ku ishin edhe shokët e tjerë, jo Uthmani po të tjerë që kishin vdek. Disa thanin me varros në xhami. Derisa vjen Abu Bekr radiallahu anhu, i cili në momente të rënda dhe situata krizash ka ditë më u shfaq me rolin unifikues, me rolin ndërgjegjësues për sahabët, vjen edhe këtu dhe thot e kom dëgju të dërguarin e Allahut duke thënë se pejgamberët aty ku vdesin edhe varrosen. Abu Bekri nuk ka rujt shumë hadithe, nuk ka transmetu hadithe shumë, po i ka rujt hadithet të cilat e rujnë unitetin e muslimanve, të cilat nuk lejojnë që mu shpartallu edhe mu shkapërder muslimanët, edhe kur javë të regon këtë hadith, atëherë Abasi thot të ngrehim shtratin ku ka dhonë shpirt pejgamberi alayhi salatu wasallam, aty gropun edhe aty e varrosën pejgamberin alayhi salatu wasallam dhe sada det është i varrosur në dhomën e Aishës radhiyallahu anha. Pastaj në varr zbritën pikërisht njerëz të afërm të pejgamberit alayhi salatu wasallam, Aliu, pastaj Fadli edhe ku thumi dy djemt e Abbasit radhiyallahu anhum, gjithashtu edhe Shukrani i qërobëruari ose sklavi i liruar nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, ndërsa i fundit që ka pas kontakt me pejgamberin alayhi salatu wasalam, i cili ka futur në varr dhe e ka mbulu, është Kuthum, djali i Abbasit radhiyallahu anhum ejma'in. E varrosin pejgamberin alayhi salatu wasalam, ndërsa familjarët e tij, sidomos gratë, më të vërtet ishin në një mërzi të madhe dhe tash thot Enesi radhiyallahu anhu, thot pasi e varrosën pejgamberin alayhi salatu wassalam, kalova ka shtëpia e Fatimës, vajzës pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe po më thot o Enes, qysh më ditë kur ja qetë të dheun pejgamberit alayhi salatu wassalam, qysh të mujtë me ja qetë dheun edhe me mbulu me dhej pejgamberin e juve sallallahu alaihi wasallam. Thot, Allahi, qa që eron ka qenë për neve, sa që e kemi urrejt edhe vetën tonë, kemi urrejt edhe zemrat tona, e kemi harru edhe vetën, kur e kemi mbulu të dërguar me Allahut me dhej, mirë po s'kemi pas qara sepse kjo është ligji. Ndërsa, për me kuptu se sa e rënd ishte vdekja pejgamberit alayhi salatu wasallam për sahabët, dhe qëfar zbrastire la, thot Enesi radhiyallahu anhu, Enes ibn Maliku si djali i ri, thot nditën kur ka ardhur në Medinë pejgamberi alayhi salatu wassalam, e ka ndriçu krejt Medinën, kur nuk e kemi pa më ndriçume, edhe më drit Medinën, ndërsa ditën kur ka vdek ai, ka errësu gjithçka dhe kur nuk e kemi pa më të errësume dhe më në terr Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa Fatimja radhiyallahu anha thoshte, pasi që e varrosën pejgamberin alayhi salatu wassalam, e thoshte në formë poezis, o baba, ju përgjigje Zotit tënd, pra e dërzove shpirtin, o baba jun, inshallah në Firdausin, Allahu në bashkon atje, o baba jun Gjibrilin, do të lajmërojmë për vdekjen tonë, fjalë të cilat tregojnë dhimbjen edhe mërzinë e madhe të Fatimës radhiyallahu anha. Pastaj Abu Bekr radhiyallahu anhu e merr Omerin e thot çu se duhet me vizitu Umu Ejmen, një grua plak që ishte në Medinë, që pejgamberi alayhi salatu wassalam e viziton të her pas here, thot çu ta vizitojmë që be çu në vend emanetin e të dërguarit ton, sa po shkojnë te Umu Ejmen, e cila nuk ka kuptuar Allah se ka vdek pejgamberi alayhi salatu wassalam, fillon me çajt. Thot pas ka vdek pejgamberi, pastaj Abu Bekri radhiyallahu anhu për me qetësu, thot o Umu Ejmen, pse po mërzitesh?
Thot pejgamberi Allahut, ka shku te Allahu që e ka shumë më mirë. Na e kemi lodh, e kemi mërzit, çka i kemi bona? Edhe na muslimanët, po dhe ju muslimanët. Ndërsa ka shku te Allahu mu qetësu edhe atje e ka më mirë. Thot unë s'po qaj, që nuk e di se e ka te Allahu më mirë, unë e di këta, po unë e po qaj se më shpallje s'kemi. U shkut shpallje me vdekjen e tij. Atë në këtë rast e kuptojnë qëllimin e Umajmen edhe Abu Bekri edhe Omeri dhe fillojnë të dëtë bashkë me ta me qajt në zë për humbjen e madhe dhe të pak kompenzushme që e pësun me vdekjen e pejgamberit alayhi salatu selam, sepse ma nuk ka shpallje në tokë. Pastaj e kemi sabahun e ditës së mërkur, që është dita e parë pa pejgamberin alayhi salatu selam, ditë me të vërtetë e ronë, humbje e madhe, Medinja ju dukej njerëzve zbrazët, sikur s'ka mbet kërkush Medine, dhe ishte e vështirë, shumë e vështirë për sahabët që me dalën në xhami, më u falë në xhamin e pejgamberit alayhi salatu selam, mos me gjetë pejgamberin aty, edhe mos me ju dalë imam, mos me dëgju zonin e tij duke e thonë drejtoni, plotësoni safat, dhe duke mos po ka ecë dhe ka lëviz në Medine, mirë po shumë shpejt Abu Bekri arrin që me i mbledh sahabët edhe me kryo dhe një shërbim shumë të madh muslimanëve, me zgjedh udhëheqësin e muslimanëve, edhe pse nuk i kishte syne mas pak vetën, mirë po vdiq pejgamberi alayhi salatu selam, duhej që muslimanët me udhëheq dikush edhe me vazhdu pikërisht aty ku e kalon Muhamedi alayhi salatu selam, dhe ky ishte synimi i tij që në të formë i edukoi sahabët, në të formë i ngriti që herë do kur largohet prej tyre, vdes ose edhe vritet, atëherë ata me mujt edhe me vazhdu misionin dhe me përhap sunetin e tij. Gjithashtu ndodhja e që lajmëroi Abu Bekri radhiyallahu anhu, që në momentin e parë tha se kush e ka adhuruar Muhamedin, Muhamedi ka vdekur. Kush është këtë islam për hatër të Muhamedit, ose për ndonjë interes, ose për ndonjë sifërsi, Muhamedi vdesh, mos keni çka ruhani. Ndërsa ai që ka hyrë këtë islam për Allahun, sa është feja Allahut, ai do të mbetë në islam edhe pas vdekjes së Muhamedit alayhi salatu wassalam. Gjithashtu, të ndëruar vëllezër, për me përmbyll këtë e që jenë këto momente, s'ka dyshim që janë trona, sepse nëse këta njerëz që kanë jetuar me pejgamberin alayhi salatu wassalam, dikush 10 vite, dikush më shumë, dikush më pak, e kanë përjetuar këtë formë ndomjen, edhe nuk kanë paramenduar jetën pa e pa fytyrën e tij, edhe pa e pa pejgamberin alayhi salatu wassalam, atëherë neve nuk na ushdon mundësia as me pa se lema me qëndru me ta, me pejgamberin alayhi salatu wassalam, mirë po na e kemi në përgëzim për pejgamberit alayhi salatu wassalam, sa që e përmendin shumë historian se në mesin e paralajmërimeve se pejgamberi do të vdesë dhe ju është afru vdekja, e urdhëron Allahu gjithashtu me dal edhe te varrezat e Uhudit, me i përshëndet dhe banorët e Uhudit, pastaj ka kthehet, thotë waditu law annani ra'aytu ikhwani. Kisha pas shef me i pa vllaznit e mi, sikur po i thot e Buharejrës edhe shokëve tjerë, unë po vdes, kisha pas shef me i pa do që do të vinë pas vdekjes time, po s'po i shata. Edhe i thoj në i dërguar Allahut, a nuk jemi në vllaznit e tu? Thot ju jeni shokët e mi, domethënë përveç që jeni vllazni, ju kam edhe shok, ndërsa vllaznia me për cilët ka marrë malli, janë ata të cilët do të bëhen musliman, do të mbesojnë mua dhe do ta përqafojnë këtë fe pa më pa mua. I thënë i dërguar Allahut, po ç'shin je këta njerëz ti? Ç'shin je këta njerëz që s'ke pa kurr? Thotë i njo përmes gjurmëve të sejdës së ta vdesit. Në ringjallën ditën e gjykimit, balli ku e kanë vendos kryt në sejdë ju ban dritë, edhe në bazë kësaj drite e di që është umeti im, edhe shkoj e marrë dhe afroj për me i dhanë ujë të krojëm. Të ndëruar vëllezër, kjo është ngushëllimi për neve. Vdeq pejgamberi alayhi salatu wassalam, mirë po mbet shëmbëltyra e tij, mbet suneti i tij i gjallë, suneti edhe tradita dhe historia më e ruajtur, më e saktë, më e mirë për gjithë ata të cilët ndoshta gjejnë arsye se sikur ta kisha pa pejgamberin, si tisha taku me pejgamberin, s'na i dha Allahu këtë mundësi, na i dha sunetin e kemi të gjallë, i kemi fjalët e tij, i kemi mësimet e tij, pikërisht për neve këtu fillon sprova.
Këtu fillon sprova me pejgamberin alayhi salatu wassalam, ndërsa ata që ishin gjallë me ta sprova kishin se a e ruajnë, a janë gjendje me dhon jetën edhe me mbrojt pejgamberin me pasurinë e tyre, me trupin e tyre, me familjen e tyre, ndërsa sprova jonë është sot a e ruajmë sunetin e tij, a i ruajmë mësimet e tij, përderisa themi se jemi ummeti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj sa jemi përmalluna për këtë njeri, sa jemi përmallu për këtë njeri i cili ditën e gjykimit do të harron gjithçka për neve. Gjithçka do të harron, do t'i harron sikletët, do t'i harron trishtimet e ditës gjykimit, do t'i harron britmat, edhe madje është i vetmi pejgamber që shkon te Allahu edhe kërkon ndërmjetësim për umetin e vet, për ty edhe për mua. Sa jeni përmalluna, sa më tepër që përmallohemi, aq më tepër e pasojmë, aq më tepër sunetin e tij jetësojmë, dhe sa më tepër që i veprojmë këto, atëherë do të jemi me ta, do të pim ujë prej krojit ti, ai i cili pen ujë në këtë kruje nuk do të etet kurrë, do të nuk e kap mos zjarri, sepse zjarri e jet njeriu, ndërsa pimja e ujit në këtë kruje nuk kupton që nuk e përfshin këtë njeri zjarri, sepse nuk etet më, nuk e kap etja. Allahu na bëf prej të tillëve, Allahu na bëf prej atyre që e dojnë me zemër, me vepra, me fjalë pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, e pasojmë sunetin e tij, kapemi për mësimet e tij, për mësimet e sahabëve të tij, jetojmë në këtë formë, vdesim kështu dhe ringjallemi në taborin e tij, takohemi Muhammedin alayhi salatu wasalam në flamurin e tij, duke përjetuar shefatin e tij. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad.